Tek Bunkeri është një organizatë e cila prej 7 vitesh ka zhvilluar aktivitete të ndryshme, të cilat në fokus kanë shoqërinë, komunitetin, demokracinë, korrupsionin dhe artin. Pra gjithë këto elementet ne i lidhim me artin në mënyrë që të japim mesazhe për shoqërinë, por edhe të hidhemi në veprim, edhe ndërmarrjen e nismave të ndryshme që ne kemi pasur si në bërjen e kthimit të burgut të Spaçit të muze me marrjen e dëshmive të ish të burgosurve, ish oficerëve, që ka qenë shumë e vështirë për të arritur, por ja kemi dalë. Gjithashtu kemi marrë edhe veprimtari të tjera në qytete të ndryshme të Shqipërisë, sepse tek Bunkeri ndodhet në Tiranë si zyrë, po vepron në disa qytete. Ideja është me i urgjent komunitetit pranë kudo që ndodhet. Kemi zhvilluar teatrot legjislative, nga ku kemi parë problematikat që kanë pas qytetarët. Pra, qytetarët ne i kanë shprehur problematikat e tyre nëpërmjet formave të dëgjesave publike. Ne kemi kthyer ato në art dhe më pas kemi dërguar kërkesat bashkive. Nga këto na kanë rezultuar të suksesshme, ku bashkia, konkretisht bashkia Rrshe, na ka marrë parasysh 3 kërkesat tona për buxhetin e vitit 2026, ndërtimi i azilit të pleqjve, restaurimi i fushës së sportit, edhe fuqizimin e rolit të punonësit social për sa i përket mbështetjes së fëmijëve për të cilët dhunohen në shtëpi apo në ambiente jashtë shtëpie, ku mund t'i denoncojnë. Kemi gjithashtu edhe bashkia Lushnje na ka marrë parasysh 2 kërkesa tona për sa i përket restaurimit të rrugëve. Pra, ideja është që ne nuk realizojmë vetëm aktivitete që mbyllen në bisedat që ne bëjmë me qytetarët apo me grupet e interesit, qoftë artistë, qoftë qytetarë të thjeshtë, të cilët për një çështje duan të jenë pjesëmarrës apo të shprehin mendimin e tyre, por përpiqemi që këto aktivitete tona t'i përkthejmë edhe në një nismë që të përkthehet më pas në një vendim të një bashkie apo qoftë edhe parlamentit në të mirë të shoqërisë. Pra, kryesisht ky është fokusi ynë. Pastaj jemi marrë edhe me aktivitete të ndryshme që lidhen me periudhën e komunizmit, me realizimin e filmave dokumentar, po këto pastaj çdo projekt ka specifikat e veta edhe lidhen me tematika ndryshme. Po ideja është që problematikat t'i kthejmë në art dhe nga arti pastaj të arrijmë në instancat më të larta vendimarrëse në vend për t'i rregulluar. Atë një pyetje kam për punën e orientimit që bënë qytetarëve. Pse është kaq e rëndësishme? Nuk kanë mundësi qytetarët ta bëjnë vetë këtë punë pa ndihmën tuaj? Ne nga eksperienca na ka dalë që qytetarët mund të flasin, mund të artikulohen, po shpesh nuk janë të informuar për instrumentat, për mjetet, për tullsat e duhura që ata duhet të ndjekin për të ngritur zërin. Po është edhe çështja e besimit, që ne shoqërinë tonë nuk kemi shumë besim te institucionet. Dhe në momentin që ata e shohin që janë një grup njerëzish të interesuar për një çështje, ndihen dhe më të fuqishëm, sepse nuk ndihen vetëm përballë qoftë përballë një institucioni, qoftë ose thjesht përballë një çështje shumë të thjeshtë. Kështu që kjo na ka rezultuar e suksesshme, se krijohet ai shpirti i grupit. Atëherë për aktivitetin sot kemi 5 gazetarë shumë të njohur. Për çfarë vijnë ata dhe çfarë do u dëgjojnë qytetarët? Si mendoni? Në fakt ideja është që ne pjesëmarrësit i kemi lënë të lirë të pyesin për çfarë do që ata duan të dinë. Mund të ketë pjesëmarrës të cilët janë të interesuar vetëm në aspektin profesional, mund të ketë qytetarë që janë të interesuar vetëm për çështje specifike që për shembull gazetarja Klodiana Lala e ka investiguar dhe ata duan të dinë më shumë. Do të thënë, a kjo ne e kemi lënë të lirë vetë pjesëmarrësve të pyesin për çfarë do gjëje që ato duan të dinë, po pavarësisht sigurisht janë pyetje etike dhe që qëndrojnë brenda kornizave, jo pyetje personale, se gazetarët nuk e kanë për detyrë na kthejnë përgjigje për pyetje personale, por për çështjet profesionale, për zhvillimet. Ne kemi edhe gazetar politik, Estion Ekonomi dhe Isai, që në këtë vorbullën tonë politike që çdo ditë ndodh ndonjë gjë, janë gjithmonë prezent në ngjarje. Është Marin Mema, është Lorin Kadiu që ka Citizen Channel që ka krijuar me të vërtetë nga këto media të OJF që ne kemi, ka krijuar një profil të vetin që gjithë e njohin dhe janë njësh me komunitetin, janë gjithmonë ata që raportojnë edhe në momentin ku mediat kombëtare nuk e bëjnë. Kështu që kjo varet pastaj është nduar te pjesëmarrësve, zgjedhja e tyre. Atëherë shoku tonë diçka për burgun e Spaçit. Si organizimi juaj? Atëherë e vetmja gjë që mund të them është ja dolëm të merrnim ca dëshmi, cilat
fatkeqësisht një pjesë e personave që na e kanë dhënë kanë humbur dhe jetën, por zëri i tyre tashmë është histori. Sigurisht kjo ka ndodhur me mbështetjen e Bashkimit Evropian, me EU for Culture, se normalisht ata kanë fonde, pa fonde ti nuk bën dot gjë, pavarësisht se atë mira mund të jetë një ide. Kjo. Atë keni një mesazh për publikun? Me thënë të drejtën, nuk mendoj se jam personi i duhur që mund t'japi mesazh, por ajo që unë mendoj që çdo kush mund ta ndërmarrë si iniciativë vetën është të mos kemi frikë. Sepse frika na mban të pa angazhuar në shoqëri, dhe një shoqëri që nuk ka angazhim nuk mund të ketë as të drejtën të kërkojë llogari institucioneve. Në momentin që ti nuk flet, askush nuk mund ta di sa persona mendojnë njësoj si ty, apo a mund t'ja dalësh apo jo. Kur bëhemi bashk, komuniteti është gjithmonë i fuqishëm. Faleminderit. Faleminderit.